Këtë vit, 172 pensionistë nga rajoni i Gostivarit që janë paraqitur në shpalljen e hapur për pushim dhe rehabilitim falas në përbanjat e vendit, do të mund të shfrytëzojnë qëndrimin 7 ditor në llogari të shtetit. Grupi i parë me mbi 20 pensionistë tashmë ka udhëtuar drejt banjave, kurse pjesa tjetër e ngelur do të organizohen brenda kohës. Vitin e kaluar, mbi 114 pensionistë të rajonit të Gostivarit përfituan nga ky projekt. Pensionistët nga Gostivari dhe rrethina dhe Sivjet kanë shprehur interesim të lartë për të përfituar nga projekti i Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale për pushim dhe rehabilitim falas në përbanjat e vendit. Sivjet 172 pensionistë që janë paraqitur në shpalljen e hapur do të mund të shfrytëzojnë qëndrimin 7 ditor në banjat e vendit dhe në llogaritë të shtetit. 3 pensionistë që shfrytëzojnë të drejtën e kujdesit nga personat e tjerë do të mund të marrin në vete edhe shoqëruesit e tyre. Për shkak të afërsisë gjeografike edhe Sivjet pensionistët nga regioni i Gostivarit kryesisht do të qëndrojnë në banjat e Dibrës. Ekrem Iseni, përgjegjës i njësisë rajonale të Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor në Gostivar, njoftoi se grupi i parë me mbi 20 pensionistë tashmë ka udhëtuar drejt banjave, kurse pjesa e tjetër e ngelur do të organizohet brenda kohës. Iseni po ashtu thekson dhe mënyrën e selektimit dhe përcjelljes së pensionistëve. Përzgjedhja bëhet në formë elektronike në Ministrinë për Punë Politikë Sociale, ku ka disa kriteriume, sidomos përzgjedhjen në raste të cilët janë të kategorisë të rrezikuar të pensionistëve, sidomos pensionistët të cilët janë më të moshuar, që kanë stazh më të zgjatur, 40 vjet, 35 vjet dhe 35 e më tepër, edhe kategoria e cila pensioneve të kategorisë tretë ose si thuhen ne pensionet të garantuara, të cilat janë të minimale, 6700, edhe ajo një kategori e cila mund të përzgjedhet. Do të thotë 3 elemente kryesore, forma shkohet në formë elektronike, nuk ka asnjë keqpërdorim. Në listën e publikuar nga Njësia Rajonale e Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor në Gostivar janë definuar sakt terminit e udhëtimit për çdo njeri në person. Termini mund të modifikohet vetëm në raste urgjente, respektivisht pamundësisë shëndetësore të pensionistëve që aplikuan dhe përfituan nga ky projekt. Gjatë qëndrimit atje pensionistët do të përfitojnë 6 net e 7 ditë qëndrimi dhe për skaj terapisë së banjës do të kenë në dispozicion edhe kontrollin mjekësor. Është siguruar edhe transporti për vajtje ardhje. Pensionistët të cilët do të duan të marrin dhe bashkëshortët e tyre në banja do të duhet që shpenzimet për personin e dytë të mbulojnë vetë, ndërkohë që nëse bashkëshortët janë që 2 pensionistë dhe kërkesat e tyre janë pranuar, atëherë do t'u jepet mundësia që bashk dhe në të njëjtën kohë të udhëtojnë drejt banjave. Nëse njëri nga ato është pensionist dhe tjetri shfrytëzon të drejtën e ndihmës sociale, po ashtu do të kenë të drejtën e shfrytëzimit të kësaj mundësie. Projekti i Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale për pushim dhe rehabilitim falas në përbanjat e vendit filloi të zbatohet nga viti 2010. Vitin e kaluar mbi 114 pensionistë të regionit të Gostivarit përfituan nga ky projekt.